فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. Dhe tha mirë, elhamdulillah, që ma pruni Zoti, me takon një njeri nga imeti ynë që i përngjan Ibrahimit a.s. Tha ju njerës, pa ja bëj një pyetje juve, nëse ju e dërgani dikend me bogara me shku në një vend, ndoshta të heci, thënë më së lëdhë, por kur afrohet nga çaj thënë, nalo apo goto? Ja valla goto. Po një më afro nga dekës. E qysh po më këshillon ju mu me paku intensitetin e ibadetit Allah. Njeriu sa më afër vdekjes, e vdekja gjithmonë është afër, por i ke bën 60 vjet, e ke bën 70 vjet. Ani pa që bën 80 nëse i ke bën. Dhe hala ty duket veta që kemi jetuar gjatë, tutje Allahu Azza wa Jall. Tregohet për te kur ka vdekur, e ka pa dikush ëndër. Se me laqet kërën shku me marrën pyetje. Kërë kanë thonë me laqet, Munker wa Nakir, men Rabbuk, kush është Zotit? Ky ka thonë me laqeve, mu për vetë një, kush është Zotit je. Unë 60 vjetë të thjerë njerëz në fjallën La ilaha illallah, o ju njerëz, thuni La ilaha illallah, e ju për vetë një mu, kush është Zotit? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qka të themi ne pas tyra jetëve të cilat i ndëgjuam e u knaqëm me to, e ka diçka më mirë se sa jetët e Koranit. Andaj mësani, qka do që flet tjetër jashta Koranit, mund tjetë e tepër. Kjo është Koran. Nuk ka diçka që i vi afër. Elhamdulillah për Allahu Azza wa Jall që na ka bërë për atyre që besojnë Koranin hak. E lexojnë, e dojnë, edhe me të punojnë. Me gjithate, pasi që veç kërkaj hoxha me dha një këshill të vogël, edhe sa për me përshu ju pak. Për flasë disa fjalë, ani pse në Ramazan më bëjë shumë të sinqert, ndërse nuk kanë shumë nevojë të jenë prezente, por Korani, namazi. Madje Korani, më shumë se edhe dhikri dhe çdo gjë tjetër pas namazit natyrisht. Sepse është muaj i Koranit. Sepse kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka marrë dersën në Ramazan, por ka lexuar Koran. Ama ne të pas parasysh nivelin ton, mentalitetin ton, kapacitetin ton, gjendjen në rrethanat që jetojmë, gjithsesi të pas parasysh që namaz natës në taravih vini numeri jo i vogël i vllaznive dhe motrave që veç në Ramazan vinë xhami. Madje ndoshta veç namaz natë. Andaj, dohet me majtë derse, vllaznia dhe Zoti shpërbleft që majnë derse. Jemi në fund krejt Ramazanit. Dhe unë të kujtu që ka me folë këtu, që me sa me këshillu vetën mas pare, pas ta juve. Dhe ku mi gjithë dhe burrat në dhej, që mi marë rënek dhe mosër dhe shanë. Dhe mu kujtu një Ebu Muslim El Khawlani. Nga Jemeni. Njëri i cili është përngja me Ibrahimin a.s. Ani pse Ibrahim edhe Ebu Muslim El Khawlani
mija vite mes vete. Konsiderohet për ta benve më të mëdhej për nga anët devotshmërisë. Dhe kjo është ka kohë që për cilë ke bu muslimin. Omeri radiallahu anhu e kishte pa një njeri në kohën e vetë, që është në xhami si kurse ne, ju ka afrua afër një shtyllë dhe po falë namazin njeri. Por për shëpë se është figure huj, figure jo njohër njeri huaj. Edhe nga etika, edukata, Omeri e pyet, men e rrëgjëll, kush jeti? Dhe e pasi, natërështë nuk e pyet gjatë namazit, a i thëtë, unë jam Abdullahu, e bu muslimin e Khawlani, nga Jemeni. Nga Jemeni, po. Të regëm që ka bani Zoti ma qafirin kriminelin atje të kjo, i cili pretendej së pejgamber. Që ka bani kër e hudhin zjarë një rëbë të Zotit. Tha po, ajo është e bu muslimin e Khawlani. Në falë një remë në vetë se kalëzaj. Tha që nga Jemeni. Tha, është e muslim Khawlani, po, pashë Zotë më si e ti. Qaj tha, po, në jam. O që u e puthin badë. Dhe i tha, me mu më arë më shku të Abu Bekri. Një ka lëzu Abu Bekrit, që fa njerën e pas ka sjellë Zoti e në xhami. E qëka ishte tërgimi tina një men atje? Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, gjatë jetës së tij, ka paralemruar e cek Abu Davudi, Tirmidhiu dhe të tjerë, sa i bekuar ka thonë pas meje do të vinë njerëz të cilët pretendojnë rrejshëm se janë pejgamber. Madje ka cek me numër 30 dëgjalën, kulluhum yaz'umu annahu nabi. 30 veta, secili prej tyre pretendon që është nabi pejgamber. Ela la nabiyya ba'di, e mas me nuk ka pejgamber. Pra për shembull të kiametit në pretendon njerëzit që janë pejgamber. Dhe subhanallahu në kohën e pejgamberit, sa kanë gjallë pejgamberi, janë dalë disa njerëz që kanë pretendu se janë pejgamber. Njërë për tyne ka qeni Musejlimetul Kedhab, Musejlimetul Elonejsi, i quajtur El Kedhab, është faqë kohën e pejgamberit, ka qenë më i famshmi dhe ka bërë dëmë shumë muslimanëve. Njëri për tyre ka qenë kë në Jemen, El-Onesi, i cili dhe ka pretenduar se është pejgamber. Ka qenë gjithashtu një grua, min Beni Taglib, Nejd, i cili edhe ka pretenduar se është pejgamber. Por kë El-Onesi në Jemen është afer të shqillën me këtë muslimin dhe kupton se bu muslimi është sahabi, është pej muslimanëve dhe thirr, thot a dëshmon të që jam pejgamber? E tashhadu anni rasulullah, kë nuk përgjigjet. Tha e tashhadu anna Muhammeden rasulullah, dëshmon që pejgamberi është, Muhamedi është pejgamber? Tha po. Dëshmoj që Muhamedi është pejgamber. E a dëshmon që unë jam pejgamber? Kë tha nuk më li. 3 herë përsëriti. Një herë thënë ta dëshmon që unë jam pejgamber, këtë ke nuk pëni. Kur thej ka dëshmon që Muhamedi është pejgamber, thej ke po, Muhamedi është Rasulullah pejgamber. E që është mus po mlin, kur po thëmë për veti, e për të pënin, po kështu thënë kë, thënë të nuk pëni. O hidhru shumë në të, e kështë shumë njerëz atje, ishte shumë i famshëm, urdhëroi, o ndez një zjarë i madhë, dhe e hodhën e për muslimin e zjarë. Por zjarë nuk e dojgjë. Kjo është i që ditë shumë e muslimi, i që ditë shumë është. Për ata e gjena për libra të famshme, se kur Sira Alam Nubela, që fletë për ta, Ibnul Gjauzi, Sifet Safwa, dhe shumë Ibn Kathir, dhe shumë ulemat të tjerë. Flasë për këtë burë të madhë, ma di kur i cekin, ta ben të mëdhej në devotshmëri,
jo ndije, devotshmëri, se ndije është Hasan Basriu e shumë të tjerë më dishme sa kë, por në devotshmëri takvalluk, në zuhd. Kjo është pejt parëve. Nuk i djek zjarri. Gjemati atina i thonë që ky njeri, nëse e len në Jemen, ka me të rotullu ty e Jemenin, pra ka me këthy kundër teje. E halli dëbëj për vendit. Dhe dëbën, dhe e qëtë shkën Medine. Ta kthehem aty ku thamë me heret, dhe ta kanë Omerit ta kanë atë, dhe e pyet, se Omerit kështë ndëgjuar që ka ndodhë diçka atje në Jemen, dhe e pyet, që ka boni ai farë kriminali atje me atë evlianë Allahut, tha, kur gjus boni? Smujt, nuk e do gjus zjarri, tha, ai është Ebu Muslim el-Khawlani, Abdullah ka pasemnin. Tha, po është Zotë Mesjeti, tha, unë jam qaj. Dhe u që Omeri, puthin balë, dhe tha, me mu shkrim të Ebu Bekri. Dhe tha Ebu Bekrit, ja Ebu Bekr, apo një filanin, anë këtë kokë është të vdek pejgamberi, sallallahu aleyhi wasallam, tha, kjo është ajt pejmetit tonë që i përngjan Ibrahimit a.s. Dhe tha Omeri, alhamdulillah, që ma pruni Zoti, me takon një njeri nga imeti ynë që i përngjan Ibrahimit a.s. Ka për qëllim Ibrahimi se dojë zjarri, këta nuk e dojë zjarri. Ka shumë gjare për këtë njeri, përgjime tina, për takvallokun e për devotshmërinë e tina. Atë shumë të adhërën të Zotit dhe kemë mështyri për me cekit njeri, atë shumë adhërën të Zotit nëj. Sa që kështë e la një shkop një shtagë në dhomë, dhe thëmë të kërkosh ma shumë se one nuk e meriton këtë shtagë. Edhe u falte. Po kura lëllë të shumë dhe mërë të gjumi, e mërë të farshkopi më shënë të kamet veta dhe edhe qërtën të qoja Ebu Muslim. Ebu Muslim, se s'ka vakt me flajt. Nuk ka vakt me flajt. La ilaha illallah. Është njohur për adhurim. Kura plak, i tha njerëzit, dikosh për shokve, je lëllë tash, pak sa je pak ibadetin, falu ma pak. Balje falë, idën të, s'ka thonë balje më falë, por këta të shqiptarë, të thëjnë, tash për du me lidhë me këta të këne, ku vend që i minimun njerit e më pleqnije, mi thonë, falu shumë, se afrungat vdekjes, i thëjnë, balje falë, ose falë. E këti thëjnë, zëgle pak intenzitetin, po më shërebet vetën tande, tha o ju njerës, pa ja bëj një pyetje juën, nëse ju e dërgani dikend me bogara me shku në një vend. Ndoshta të heci, thënë më së lëdhë, por kur afrohet nga atë, që i thënë? Nalo, apo goto? Ja, valla goto. Po një më afru nga dekës. Dekja, së dhe nesër, e qysh po më këshëllën ju mu me paku intenzitetin e ibadetit adhërshmit. Njeri u sa ma afer vdekjes, e vdekja gjithmonë është afer, por i ke bojnë 60 vjetë, e i ke bojnë 70 vjetë. Anë pa që bojnë të 10 nëse i ke bojnë. Dhe halat të duket veta që kemi jetu e gjatë, të që Allahu të zovë gjellë. Andaj shto intenzitetin e ibadetit. Ky për veti, thënte, me bo më marrë vdekja që tash. Me thonë ki me vdek, a ki me shtu në e punë ma shumë, thejke, nuk më jeshtoj ma asë një punë. Nuk më jeshtoj. S'kam, s'moj. Deri në këtë deregje ka qeni përkushtuar me adhurim. Dhe ka pas zanat, për të rege edhe këtë gjarje tina për hatër motrave të ashta. Kër shku të shpija vetë, të dyrë të borrit, selam aleikum, unë falë, ka marrë të këbirë Allahu Akbar, ngreve të atje Allahu Akbar. Që përvevne. Kër e hinë në barë, Allahu Akbar dhe njëherë që afrova, ngreve të Allahu Akbar që një të pritë. Kër e hinë në ndërë Allahu Akbar, kruja Allahu Akbar, dola, e ka dhënë selam. E ka marrë qëfar gjibet që e ka pasë.
nalmet, edhe ka ullë njerin, ullë edhe ka shërbish. Se pa ka nejnë qpin, ibadet ka bërë shumë. Një dit, të dera hyme së Allahu Akbar, s'ka. Se këthë ngruja. Hinë në bërë Allahu Akbar, s'ka, se këthë ngruja. Hinë të dera Allahu Akbar, nuk i përgjigjet gruja. Mirë, jo në qa bo me gruta. Kur hymë rana, e që ngru në ullën, ka që dorë të faqën, në fashtage për më shënë tak. Që ka ba, tha? Tha, e mërë të një. Ti Muavijen, ka qenë kohë Muaviju tash, ma vonë, Muaviju kalife. Muaviju në ki shumë mirë, ajo mret. Me dashte, këshëlipi Muavijut, na i ndihim, na kishë pruni shërptore, na kishë kushtet e mira. Ma pas ka prish dikush grunë, Allahu ja vërbof të sytë, sa saj gruje që ma ka prish grunë të e. Gruja ta prish grunë, së rëni. Gruja ta prish grunë, pasha Allahun ta prish. Ta prish, si ura e shajt, të ditën dërtën, natën ta prishin. Ta prishin. Vështë të ne e këndër, ta natën të jenë reqë, ditë ta prishin. Ta prishin grunë halku. Gratë. Kjo është për me kesh, po është realitet. është realitet. Këse e pa grua në gjendje, e kuptoj që dikush kanë diku. Tha, o, zëtë, që ajo që ma pas ka prish grunë tem, vërbëja syni. La ilaha illallah, ka qenë mustegjabu dave, doja tine është prënuar. Dhe një grua, ajo cile e ka prish këtë gru, që ka thonë, pse ti nuk pëthu burrit tënë, kurse burrit ka autoritet malë të Muaviju, të mbreti, pse s'pëthu këta, s'poj lip. Ja mu shimenen, ajo atje në shpet vetë, veç kër e tha thmive, këne ka pas shpet, diçka që ka bo nuk pasha. I hupi syni. Nuk pasha, tha. Qysh nuk pasha? Tha, nuk pasha. A të rrua që ka bo? Nuk pasha. Dhe me një herë kuptoj gruja se ka kalut këndër sajna e bu Muslim el Khavlani. E kuptoj aja. Ka herë dhe kja. Andaj kur të bëjsh dikuj në keq. E nëzene i taksirat, ma e mend, kujtoje, ka mundësi e ke prej duave të filanit apo të filanis. Sepse Allah nuk flenë, u përgjith dërvetina, kur dhe që e lusin ata. E mësë se bë njerëzve zëllum, a je i bo në zëllum, a je vend që me e lëvdu burrin, me lëvdu edhe këte, e me thajt lëmë që të lëmë farë familje, a je shkeja prish i gruan. Por, në të regim të ceket, se ajo pëndu shumë, e që i tina fjallë, e këm nga bu, e më falë, e lutë Allahun të më këthën pëmërit, dhe subhanallah, e lutë Allahun, e a këthejt pëmërit. Njëherë gruja vetë, që ke gruja, njëjta, e tha o ti njeri, nuk kena buk. Buk s'kena. Tha, a kene dinar të shpija diçka? Po e kam një dinar. Ama që dinar? Edhe një farë kese diçka? Kese kam pas pelkure për para. Se e pelkure, dulë në treg. Kër shkej në treg i ngrati, me të një dinar blejt diçka, që qënë zotin i fukare. Am diçka, hajmë njeri jone, që dinare kam, dhe të blejt gruz buk, fukare pa më lyp. Edhe se flet fukares, e ikë shkën të një dyqan tjetër. Kër shkën atja, për të njëti fukara, e aprovat, am diçka. Hajmë njeri jone mirë. I ka pet, shkën të një dyqan tjetër, edhe të treti, si dahet kë, të kur thot s'kam që bëj, s'mu e këthej, jep dinarin, që në blej buk. S'ka buk. Të artë të shpia, kalën nga një zdruktar, se që thënë të byku drunit, që kër e zdruktar dru, që jesë ata byku i druve, e marë mush me qëta. Që me bo, edhe shkën të shpia, edhe lën të dera, edhe e që shkëm me adhuru Allahën azze u gjellë më falë. Edhe si ku zemë thasë guru sembile, që mi thanë, mërzitet e ngrata ajo, s'ka faj, ly buk ajo. Kur vjen dikur natën pastaj, kur hen shpe, penin njerën e bukës. Hullet, edhe dhe ti gru, ka mërë këta bukë? A jafrën për parë bukën, qysh ka mërë këta bukë? Ka mërë,
Tha po t'ja e la ndërë që atë kese me mijëll. La ilaha illallah. Si ka zë sajna. E unë që pëhanë, ka bëtë qëlla ja që ta mijëll. E pëkanë, o Zotë ja. I madh është Allah azza wa jall. Tregohet për te kur ka vdekur. E ka pa dikush antër. Se me laqët kërën shku me marrën pyetje. Me laqët vesin, men rabbuk, kush e Zotë ytë. Tanë dhe na vesin. Kush e Zotë ytë. Tanë dhe na vesin me laqët. Anë pëse për fëmijët, anë për sa bjule matë kanë diskutu, është mesele tjetër, por neve tjerëve na vesin me laqët. Kush e Zotë ytë. Cile pejgamberët dhe cila feja jotë është. 3 pyetje, po rrëthsajna sillet krejt jeta. Kërë kanë thonë me laqët, mën kërë në kirë, më në rabbu, kush e Zotë ytë. Ky ka thonë me laqëve, mu për më vetë një, mu për më vetë një, kush e Zotë jem. Unë 60 vjetë të thirë njerëz në fjallën la ilaha illallah, o ju njerëz, thuni la ilaha illallah, e ju për më vetë një mu, kush e Zotë ytë. Jakine, thëjmë sajna, bindi, imam, e me laqët, e kësio një anë tjetër në thujë, s'kem qa vetëm të ma. S'kem qa vetëm, ma. Kë ka qenë e bë muslim, pra i cili, thashtë, po të mi vje vdekja tash, unë nuk di më që ka bëjmë ashtë. E rëndësishme të dashurit e mi. Ne nuk synojmë më rri atje, anë pëse lakmojmë, nuk synojmë më fjalla largje. Por, aja vlenë, të bëhemi të sinqertë, sepse në është Ramazan i fundit. A është në regull me neve. Që vesh në Ramazan të vim në gjami. A është në regull me neve. Ta shkje dhe me randë. Që vesh në Ramazan të falin 5 vaktet. Këta është vlim për ata që jashtë Ramazanit janë të zbet në namaz. Bëjna këtë pyetje vetës. A është në regull. Shikaj që ka thotë Kur'ani. Ledhine hum ala salatihim daimun. Dhe ata të cilët namazin e të fali daim. Daim i bjen daim, gjithë. S'ka më Ramazan e për Ramazan. Në Ramazan e shtemi të nëzitetin në fileve. Po namaz e namaz, deri në vdekje. Dhe Isa alayhi salam, subhanallah, fjalët e para, surët Maryam që i cek, Allahu azza wa jall, fjalët e para që ka thonë Isa alayhi salam, pas e ka thonë, qale inni abdullah, unë jam rabi Allah tjerë, wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Dhe Allahu me ka urdhëruar me namaz dhe me zeqat sa t'jem gjallë. Ma dumtu hayya. Dhe Allahu me ka urdhëruar me namaz dhe me zeqat sa t'jem gjallë, dhe në frimin e fundit. Dhe i tha pejgamberit alayhi salatu wassalam, wa abud rabbeke hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhëroje Zotin tëndë, deri sa bie vdekja. O ju njerëz, namazëk, dinëk, e namazë shtyllë dinit. Allahun e përnohë lutë dua tonë, ja Rabbil Alamin. Të lëmë që një përgjigjë, thirës Allah, të zëvëgjel. Vazhdani jo musliman, me qitë krytë sejtë edhe mas Ramazanit. Vazhdani me ngjallë netët edhe mas Ramazanit, qoftë dhe 2 recate namaznate. Dua në këtë din, ju dënë Allah. Punoni për këtë din, ju gjindet Allah. Ndihmojë në këtë din, ju ndihmon Allah. Fundja për vetë e kemi. Allahu në ka nevoj për agjerimin tonë, e asë namazin tonë, asë për kur që.
huwa al-ghani tabaraka wa ta'ala. Punoni me familjet e juve, o musliman. Punoni me familjet e juve, o musliman. Punoni shumë për dinin e Allahut. Allah ju ndëroft, e ju bekoft, e ju mëshiroft. Ja Rabbel Alemin, e në gjenet ta me pas një përjashtimit qoftë. Allahu në ruajt e në mbrojt nga dënimi i varët, e dënimi i ditës e kiametit, ja Rabbel Alemin. Allah në boft haram, zjarën e gjehnemit, ja Rabbel Alemin. Neve, prindërve tanë, e prindërve tanë, edhe tanë aty që kanë qenë para nesh. Ja Rabbel Alemin, po edhe grave, fëmijëve, pasardhësve tonë. Allahumma amin. Faleminderit shumë Zotin nderoft, e në bënë halal nëse gjata, por me qenë se ishte edhe kërkesa hoxhës, e qanu se ma mirë se mëra Allah, se ishte nuk ka. Zotë shpërblet, selamu alaikum.